Në mesin e muajit shtator, policia nisi procedurat për të realizuar tenderin për ushqimin e policëve, përmes së cilit duhet të kryhet furnizimi, përgatitja dhe servimi. Megjithatë, 3 muaj më vonë, tenderi 2.7 milionësh vazhdon të jetë ende në faza fillestare larg nënshkrimit të kontratës. Në dosje janë specifikuar edhe lokacionet ku duhet të realizohen punët. Ushqimi do të përgatitet në kampin Vrella dhe Belveder, gjithashtu shërbimet dhe furnizimet me ushqim duhet të ofrohen edhe në teren brenda territorit të Republikës së Kosovës. Për pasoj javën e fundit, policët e njësisë speciale që kryesisht shërbejnë në veri dhe në kampin Belvedere në Mitrovic kanë mbetur pa një rënshujt të ushqimit. Kjo situatë sipas njerëzve të punës së këtij institucioni konsiderohet shqetësuese. Tregon për një mos planifikim të duhur, mos planifikim me kohë, mos parashikim të procedurave tenderuese për një çështje mjaft e rëndësishme për funksionimin normal të këtyre njësiteve e për nga natyra punës të cilat janë të tilla që mund të jenë lokacione të ndryshme, mund të ketë kërkesa të ndryshme të paplanifikuara. Andaj, sipas ish zëvendës ministrit të punëve të brendshme Valdet Hoxha, duhet të gjendet një zgjidhje sa më shpejt. Kjo duhet të adresohet shumë shpejt dhe nuk ka asnjë kuptim që të ketë mungesë të shujtës për asnjë punonjës të Policisë së Republikës së Kosovës, të mbi të gjitha njësitë specializuara, të cilat janë jetike për kryer disa funksione të cilat nuk mund të kryejnë njësitë e tjera. Në mbledhjen e 27 nëntorit, qeveria nga kursimet janë dhënë Ministrisë së Punëve të Brendshme një shumë të parave, cilat do t'i shërbejnë vetëm për paga.